Ja ku jemi përsëri së bashku në këtë pjesë të dytë, në qoftë se na keni ndjekur për gjatë pjesës së parë, na u ndalëm dhe folëm gjatë për detoksin e mëlçisë, në këtë pjesë të dytë do të flasim për detoksin e zonës, metodat pastrimit të saj, sa të nevojshme janë ato dhe për këtë kemi të ftuar doktoresha Albana Daka. Mirë se erdhe në studio, doktoresha. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe. Gjithmonë mjekë laboratori dhe nutricioniste dhe gjithmonë ne flasim për çështje që shqetësojnë shëndetin tonë, apo të themi ato që na bëjnë ne të parandalojmë sëmundje të caktuara dhe gjithnjë më tepër i jepet rëndësi fjalës detoks, që jemi mësuar tani, që e dëgjojmë shpesh. E dëgjojmë shpesh dhe mbase edhe në bisedën që bëra me doktoresh Vigjilencën e tham që mbase duke lexuar me tepri, por pa qenë selektiv siç janë mjekët, ne jo gjithmonë marrim informacionin e duhur dhe në vend që të përfitojmë nga këto metodat reja dhe nga këto trajtime të reja, ne mbase bëjmë edhe gabime ndonjëherë. Gabime, kështu që sot do të flasim, themi që zora është truri dytë dhe na ka shoqëruar kjo thënie. Pse, doktoresha? Zora është patjetër truri i dytë, është një shprehje shumë e lashtë e doktorëve që në kohët më të lashta, ku gjërat ishin shumë primitive, dhe është quajtur truri i dytë për problematikat që ajo sjell nëse nuk është në funksionin e saj të plotë. Në zorë është i vendosur 90% e sistemi tonë imunitar. Pra gati gjithë sistemi imunitar që mbron organizmin nga sëmundjet e ndryshme është i vendosur në zorë. Dhe që në mënyrë logjike do të thotë që nëse zora nuk funksionon në kushtet e veta optimale, atëherë ne automatikisht do të kemi një sistem imunitar të dobët dhe që do na reflektojë në atë afeksionin më të madh ndaj sëmundjeve. Së dyti, zora është organi ku përfundon tretja e ushqimeve dhe ku ne marrim nga ushqimet ato element që organizmit i duhen. Marrim kriprat minerale, proteinat, karbohidratet, yndyrnat dhe likidet e nevojshme që organizmit i duhen. Dhe në momentin që ky funksion nuk bëhet në kushte optimale, atëherë organizmi ka të tëra ato deficitet e veta, të cilat pastaj transmetohen në anemi me mungesë hekuri, një keqtretje e zorës dhe një marrje në sasi deficitare e hekurit nga ushqimet na bën neve që të kemi anemi me mungesë hekuri, apo siç quhet në gjuhën tonë anemia feriprive, e cila shfaqet shumë në deficiencat apo në mos funksionimin e mirë të zorës. Në qoftë se deri dikur nuk konsideroheshin të themi metodat të tilla, apo thjesht edhe të diskutoje për detokse, apo për pastrime të bëra nga jashtë, sepse gjithmonë teoria që trupi vetë pastrohet, apo trupi ka aftësitë e tij fiziologjike të rikuperojë, të themi për të qenë në formën më të mirë, tani kohët kanë ndryshuar, thamë edhe me insertin e fillimit, ne nuk ushqemi më si më përpara, cilësia e ajrit nuk është. Majo, të themi, ne kemi ndryshuar stilin e jetës. Stili i jetesës ka ndryshuar. Kështu që edhe zora ka nevojë për detoks. Absolutisht, zora ka nevojë për detoksin e vet dhe kjo ndodh sepse sidomos kur fillon një moshë dhe sidomos pas moshës 30-35 vjeç ne sidomos tek femrat, por në një përqindje të konsiderueshme edhe tek meshkujt, na shfaqen ato që quhet alterimet apo ndryshimet e daljes jashtë. Pra, që mund të jenë dalje shtuar në formë diareje apo vështirësi në daljen jashtë që ne i quajmë konstipacion apo kapslik, që quhet në gjuhën e përditshme. Këto ndodhin sepse organizmi, zora vet, deri në pubertet prodhon ato të famshmet që ne i themi probiotik. Bakteret e mira. Bakteret e mira që zora bën shpërbërjen e ushqimeve në kushtet optimale për të tretur, për të përthithur pjesën që i duhet dhe për të nxjerrë jashtë pjesën elementare dhe gjitha toksinat për të eliminuar gjithë toksinat nga organizmi. Dhe këto prodhohen deri në pubertet. Pas kësaj moshe, organizmi, zora, menaxhon atë sasi që i mbetet. Sa më shumë problematika të kemi ne me zorën, pra me alterimet e të dalit jashtë, aq më shumë këto mikroorganizma nuk gjejnë mjedisin e përshtatshëm dhe fillojnë vdesin, si
duke qenë se janë mikroorganizma. Ulja e sasisë së tyre në zor bën që tretja apo shpërbërja e ushqimeve të mos jetë kaq efektive, kaq cilësore dhe automatikisht ne nuk përthithim sasinë e elementëve bazë që organizmit i duhet dhe një pjesë e madhe e toksinave qëndron në organizëm dhe nga zora ripërthithet përsëri dhe kalon në organizëm dhe ne na shfaqen simptomat të tilla si fryrje, diskomfort, lodhje, edhe këtë jo kthjelltësi normale apo jo e një ditë eficiente pune, po themi, pra ti nuk je në tonusin e duhur. Gjithë kjo ndodh sepse toksinat që eliminohen me anë të zorës nuk eliminohen në sasinë e duhur të tyre. Kështu që për këtë lind pastaj nevoja e detokseve, por njëkohësisht edhe pasurimit të zorëve me të famshmet probiotik që zorës i duhen të jenë në sasinë e tyre optimale që të bëjnë shpërbërjen e ushqimit. Dhe që ju këmbgulni duhen marrë patjetër në formë suplementesh, sepse dhe sasia që marrim nga ushqimet nuk mjafton dhe është ai 3 mujori në vit. Në vit që patjetër në personat adult duhet ta marrim patjetër. Për të pasur një shëndet të mirë. Tjetër që në disa ushqime shprehen që kanë probiotik, ushqimet në fakt, kosi apo disa produkte të tjera kanë prebiotik. Prebiotikët janë ushqimi që ushqehen mikroorganizmat. Kështu që nëse aty nuk është sasia optimale e këtyre mikroorganizmave, sado ne t'i fusim ushqim për to, nuk kanë çfarë ushqejnë. Kështu që prandaj tek adultët patjetër duhet merren 3 muaj probiotik në vit. Merren kaq shumë sepse duke qenë se kalojnë nëpërmjet traktit tretës dhe kalojnë nëpërmjet stomakut, stomaku ka mjedis acid dhe pjesa më e madhe e tyre shkatrohen. Mbeten rrugës dhe ajo sasi që i vete zorës është e vogël, prandaj ne detyrohemi që ta japim në periudha të gjata. Dhe përveç ushqimit të zorës, pra furnizimin me këto probiotik, të cilit nga vetë mosha ne nuk arrim më t'i kemi në gjendjen që kemi pasur vite përpara, apo në atë kohë kur ishim të rinj, të themi, dhe organizmi funksionte optimalisht, kemi disa metoda të caktuara për të bërë detoksin e zorës. Do doja të ndaleshim dhe të flas sepse një nga ato të njohurat që qarkullon dhe që njihen nga popullata është përdorimi i disa kriprave, dhe i kriprat e magneziumit përdoren rëndom edhe në kushte shtëpie nga njerëzit. Pikërisht ngelemi tek kushtet e shtëpisë. Sa efikase janë këto metoda? Ti marrim një nga një për të përfunduar me hidrokolonoterapinë, për cilën do të flasim dhe do të themi avantazhet, kujt i rekomandohet dhe normalisht nuk ka disavantazhe apo nuk i rekomandohet. Kontraindikacione për personat caktuar. Kemi disa lloj detokse të zorës. Një nga detokset më të shëndetshme është detoksi që ne mund të bëjmë për ditë me një balancim të ushqimit. Pra, një nga ndihmuesit që është përbërja e ushqimeve të jetë korrekte është sasia optimale e fibrave që ne i japim organizmit. Dhe fibrat i japim kryesisht nëpërmjet drithrave të papërpunuar apo atyre që ne i themi integrale. Ja japim nëpërmjet fibrave të perimeve dhe të frutave, ja japim absolutisht edhe nëpërmjet antioksidantëve që kanë perimet dhe frutat, duke u futur në atë të famshmen ylberi oksidativ, ku në varësi të ngjyrës së perimeve të frutave, sa më e errët të jetë ngjyra, aq më shumë antioksidant ka. Futemi në ato që quhen detokse emergjente. Detokset emergjente janë përdorimi i laksativëve apo i kriprave të magnezit, por laksativët quhen detokse emergjente, ku në persona me një kapslik të shtuar për ditë të tëra, patjetër që organizmi duhet të çlirohë barkun nga ky presion i madh i zorës dhe përdoren laksativ që të kemi një. Po këto nuk janë për përdorim nuk rekomandohen absolutisht as nga mjekët gastroenterolog për përdorim të gjatë, sepse ato e bëjnë zorën dembele. Pra në momentin që ti i merr për periudha të gjata, zora nuk ka më stimujt e saj, po pret stimulin e laksativit për të nxjerrë jashtë materialet ushqimore, mbetjet dhe toksinat. Kështu që nuk rekomandohen vetëm në kushte urgjence. Kriprat e magnezit, edhe këto, zakonisht kriprat e magnezit rekomandohen më shumë se sa laksativët, sepse nuk është se krijojnë ndonjë varësi dhe mund të bëjnë her pas here detoksin e zorës, duke bërë për shembull pas pas një jave pushimesh me ngrënie të egzageruar, mund të bëjmë një detoks. Mbas vitit 3, apo mbas Krishtlindjeve, pra.
kështu që mund të përdoren. Ndërsa hidrokolonterapia, që është një procedur, apo ne e quajmë fizioterapi të zorës. Ne e quajmë fizioterapi të zorës, sepse ajo nuk bën zbrazjen e momentit të zorës, por duke bërë hidrokolonterapin, që është trajtimi apo lavazhi me ujë i zorës së trash, ku nëpërmjet zora lidhet me një aparat, nëpërmjet një tubi një përdorimsh që futet vetëm 0,5 cm në anus, pra në pjesën fundore të zorës, më pak se një mikroklizëm normale që ne përdorim. Pra nuk është e dhimbshme. Nuk është e dhimbshme, dhe në gjithë gjatësinë e zorës së trash hidhet ujë, rreth 40 litra ujë për një periudhë kohore 40 deri në 50 minuta. Është e pasikletshme si për pacientin, si për stafin që e menaxhon seancën, sepse gjithçka kalon nëpërmjet tubave, edhe uji, edhe mbetjet ushqimore që dalin nga zora. Dhe duke bërë këtë shplarje, ne shplajmë apo heqim të gjitha materialet ushqimore që ngecen kryesisht në ato që ne i themi kurvaturat apo kthesat e zorës, të cilat në persona që kanë vështirësi në daljen jashtë, materialet ushqimore ngjiten me zorën, ose ne japim shembullin e smërçit të asaj rezistencës së lavatriçes, ngjiten në mënyrë të tillë që lumeni i zorës gjithmonë vjen duke u zvogluar. Pra dhe hapësira ku kalojnë materialet ushqimore zvoglohet. Prandaj kur ti bën këtë seancën, fillon ato materiale shkrihen dhe dalin jashtë. Dhe në fund të seancës, ne nuk e kur personi që bën seancën nuk e merr nga goja probiotikun, po e hedhim direkt gjatë seancës së hidrokolonterapis. Në ujë, pra është ujë pasuruar. Ujë pasuruar 10 minutat e fundit të seancës. Në personat pastaj që vuajnë edhe me parazit apo me kandidoza, pra me myk të zorës, hidhet gjithashtu antiparazitar dhe antimikotik që të shkoj direkt në zorë. Është nevoja për një seancë në disa kohë, po theme? Ka metoda të ndryshme në varësi të pacientëve të ndryshëm. Apo çdo pacient ka një protokoll? Çdo topik pacienti ka një protokoll të caktuar. Zakonisht në personat që vuajnë me vështirësi në daljen jashtë, pra me kapslik, si trajtimi i parë përdoren 3 seanca, njëra pas tjetrës me një hapësirë nga njëra tjetra, një javë deri në 14 ditë në varësi gjithmonë edhe të rastit. Ka persona pastaj kur përdoret për detoks, për shembull persona që kanë përdorur medikamente për kohë të gjatë, apo sidomos ata që kanë bërë kimioterapi, pacientët pas kimioterapisë, ku numri i seancave shkon edhe në 12 të tilla. A është një metodë kjo, doktoresha, për rënje në peshë? Është një metodë që ndihmon në rënje në peshë, nuk është ekskluzive për rënje në peshë, pasi duke larguar toksinat nga organizmi, sistemi imunitar forcohet dhe një nga simptomat që jep dobësimi sistemit imunitar është patjetër dhe obeziteti. Mbi pesha, në një person obez ne patjetër kemi një sistem imunitar të dobët. Të lodhur dhe të dobët. Kështu që patjetër që ndihmon në këtë, po nuk është ekskluzive për të rënë nga pesha. Sa për popullsinë adulte të themi mbi 30, megjithatë nuk përdoret mbi 18. Përdoret edhe në personat e rinj, në personat që kanë vështirësi në daljen jashtë, sidomos kur konstipacioni apo vështirësia në daljen jashtë kombinohet me intolerancat ushqimore nga produkte të ndryshme si nga gluteni apo nga laktoza, ku konstipacioni është rrjedhoi i këtyre. Kombinimi një regjimi ushqimor specifik pa këto element me një pastrim të zorës është shumë efikas. Dhe nuk tham kontraindikacionet, apo kujt nuk i rekomandohet, sepse patjetër që duhet jemi të kujdesshëm. Duhet të jemi të kujdesshëm. Zakonisht nuk rekomandohet shumë në moshat e treta, ku mund të kemi sëmundje kronike si hipertensioni, bashkëshoqëruese si hipertensioni apo problemet kardiake. Përsa i përket problemeve të sistemit tretës, nuk rekomandohet në hemoroidet e mëdha, si ato brenda zorës, si ato jashtë zorës, tek personat që kanë polipe apo masa maligne në zorë, apo obstruksione, pra ngushtime të zorës, nuk rekomandohet. Në persona që ne kemi të dhëna të tilla, së pari i themi që të bëjnë një vizit me gastroenterologun, që të na qartësoj një konsult dhe më pas mund të bëjnë në mënyrë komode hidrokolonterapin. Dhe ju thatë se çdo rast më vete ka një specifik të caktuar. Specifik.
të caktuar. Mirë, doktoresha, gjithsesi edhe në bisedën që bëm paraprakisht, ne folëm bashkë për një set të caktuar, të themi kombinime ushqimore, apo çajra, apo megjithatë përdoren, edhe çajrat përdoren në përgjithësi për detoksin e organizmit, sepse çajrat ne i quajmë diuretik shumë të mirë natyral të organizmit. Dhe në personat që, për shembull, rekomandojmë një regjim detoks me fruta dhe me perime në mënyrë të shtuar, absolutisht fusim shumë edhe çajrat, sepse në organizmet që kanë probleme me daljen jashtë, kemi patjetër mbajtje shumë të madhe të lëngjeve në organizëm. Dhe një diuretik dhe një zbrazës shumë i mirë i organizmit nga lëngjet e tepërta, që padyshim janë dhe të mbushur me toksina, janë shumë të mira dhe çajrat. Përdoren gjërësisht çajrat bimor, pa ndonjë dallim specifik. Kombinimet pastaj ne shikojmë info të ndryshme, kombinimi i xhinxherit me bim të ndryshme, me limonin, me kanellën, e me radhë, patjetër që janë shumë të mira, po të gjithë çajrat në përgjithësi, gjithmonë çajrat bimor, jo të pasuruara me kafein. Pra jo çaj zi, çaj jeshil që përmban kafein, dhe jo kamomili, sepse është relaksant, duke qenë se është relaksant, është gjithashtu relaksant dhe i zorës. Dhe bën atë debulizmin që kështu që bëjmë atë uljen e lëvizshmërisë së zorës. Çajrat janë absolutisht detoks shumë i mirë për organizmin në përgjithësi, sepse një person që përdor kur ne i rekomandojmë çajra mbi 1 litër në ditë, shikon që minimalisht dyfishon sasinë e urinimit, që do të thotë fillon të nxjerr lëngjet e tepërta nga organizmi. Mirë, falenderoj, doktoresha, që ishe këtu. Harrova të thosha këtë si përfundim, kujdes me sasinë, sepse këtë përmendëm edhe me doktoreshën, çajra, por me përbërësit, sepse gjithmonë e përmendim që themi çaj, po absolutisht që duhet jemi më afër atyre çajrave bimor, duke larguar nga ato të themi me bustin dhe sasinë. Ne gjithmonë i themi çajra bimor, jo me bustina, dhe sidomos jo në shishe, çajrat e gatshme që përmbajnë sasi të shtuar sheqeri apo konservantësh. Dhe po konservantë e ëmbëlsirë. Falenderoj që ishe këtu. Faleminderit. Erdhi fundi emisionit për sot. Ju rikujtoj ritransmetimin e emisionit në orën 24 dhe ditën e njëjtë në orën 14:30 bashkë shihemi në shtator. Ky është edhe emisioni i fundit për këtë sezon. Ju uroj të gjithëve verë të mbarë.